një dasëm në Gjakov, këtë vetë, domethënë, kalum shumë mirë. Edhe në fund tu përshëndet, zakonisht ka domethënë fotografi me bo tashmë. Edhe me qiftin, po edhe me kush do qoftë që janë për mysafirëve aty, shoqënia e këtë çka janë. Edhe erdhi një burr i mirë, që me grut vetë, nashta i ka pas 60 vjet, nuk e di parafërsisht po them. Bo një foto dhe tha po du me thonë diçka. Tha shkore në bas, më thani, se dita që shka po du me thonë, tha mos të kalp që ne eshtë në atë kur. Edhe së më ka thonë kur kërkush. A do në edhe më pështini muni qatë mirë, edhe e kapa e për qava, edhe më puthi në balë. A do në kështu që oj diçka që nuk e prita, me thonë drejten, edhe ato që e folë edhe ma herë, ato diçka që du të më ku njeri falendëru, se për të thot një njeri që ti kur se ki pa. Se tha qash mirë, tha shumë mirë, tha e bojnë atmosferën, tha jena kënaqë, tha ti ma kënaqë, tha zemrën kur të shof. A do inshallah është e pa edhe që e ka thonë këtë fjalë, të kja po thonë bashkë me drut vetë, bojnë fotografi, kështu që ndodhin çdo organizim, nështë çdo videoklip, ose çdo dasëm, çdo koncert, ndodh diçka, kupton? Po ne kom qef me majtë me në visenet e mira. A kupton, me që ato jetoj, me që ato inspirona, me që ato punoj, me që ato domethënë nuk nalna. E kështu që e falenderoj shumë, nuk e di asemin që ka pas, ama qatë fjallë që ma ka thonë, qatë lutje që e boni, s'ma ka thonë kur kërkush. Po, pasi që jemi edhe të këto momente, tash po dal pak edhe ka showbizi. Sa ka ndryshu showbizi shqiptar ndër vite? Si e kujtoni atëherë dhe si ju duket tash? Për para, ka njerë me të ndër kone para luftës, nështë kur radhësunë s'kom pas kongë. Kongën e para kom pas në vitin 2000, do këngëtar për shembull të asaj kohë i ki pas t'imponum me i një, se i ki blet trakën